Data 17 janar. Zanafilla, kapitulli 18. Zoti u shfaq Abrahamit në lisat e Mamres, ndërsa ai ishte ulur të hyrja çadrës në zhek të ditës. Abrahami ngriti syt dhe tre burra rrinin me këmbë pranë tij. Sa i pa, vrapoi në drejtim të tyre nga hyrja e çadrës, u përkul deri në tokë e pastaj tha: Zoti im, në rast se kam gjetur hir para teje, të lutem mos kalo pa u ndalur para shërbëtorit tënd. Lini që të sjellin pak ujë që të mund të lani këmbët tuaja dhe çlodhuni nën këtë pemë. Unë do të shkoj të marr një copë bukë, kështu do të mund të merrni zemër, pastaj të vazhdoni rrugën, sepse për këtë keni kaluar nga shërbyesi juaj. Ata i thanë: Bëj siç ke thënë. Atëherë Abrahami shkoi me ngutë në çadër te Sara dhe i tha: Merr shpejt 3 masa maj mielli, ngatuaj brumin dhe bëj me to kuleç. Pastaj Abrahami shkoi në kopenë e baktive, zgjodhi një viç të njom dhe të mirë, ja dha një shërbyesi dhe nxitoi ta përgatis. Mori pasaj gjiz, shumësht dhe viçin që kishte përgatitur dhe i vuri para tyre, ndërsa ata hanin, ai qëndroi me këmbë pranë tyre poshtë pemës. Pastaj ata i thanë atij: Ku është Sara, gruaja jote? Abrahami u përgjigj: Është atje në çadër. Dhe ai tha: Do të kthehem me siguri vitin e ardhshëm te ti në po këtë kohë. Dhe ja, Sara, gruaja jote, do të ketë një djalë. Dhe Sara dëgjonte në hyrje të çadrës që ishte prapa tij. Por Abrahami dhe Sara ishin pleq në moshë të kaluar, dhe Sara nuk kishte më të përmuajshmet e grave. Prandaj Sara qeshi me veten e saj duke thënë: Plak si jam, a do të kem unë gëzime të tilla meqense vetë Zoti im është plak? Dhe Zoti tha Abrahamit: Pse qeshi vallë Sara duke thënë: A do të lind unë për një mend plak si që jam? A ka vallë diçka që është e pamundur për Zotin? Në kohën e caktuar, brenda një viti, do të kthehem te ti dhe Sara do të ketë një bir. Atëherë Sara mohoi duke thënë: Nuk qesha, sepse pati frikë. Por ai i tha: Përkundrazi, ke qeshur. Pastaj ata njerëz u ngritën sa andejmi dhe kthyen shikimin e tyre në drejtim të Sodomës. Dhe Abrahami ecste bashkë me ta për të ndarë prej tyre. Dhe Zoti tha: A do t'ja fsheh unë Abrahamit atë që kam për të bërë, pasi Abrahami duhet të bëhet një komb i madh dhe i fuqishëm, dhe tek ai do të bekohen tërë kombet e tokës? Unë në fakt e kam zgjedhur me qëllim që të urdhëroj bijtë e tij dhe shtëpinë e tij që të ndjekin pas tij rrugën e Zotit, duke zbatuar drejtsinë dhe barazinë, në mënyrë që Zoti të mund të plotësojë premtimet që i ka dhënë Abrahamit. Dhe Zoti i tha: Meqense britma që ngrihet nga Sodoma dhe Gomora është e madhe, dhe meqense mëkati i tyre është shumë i rëndë, unë do të zbres për të parë nëse kanë bërë me të vërtetë sipas britmes që ka arritur tek unë. Në rast të kundërt, do ta mësoj. Pastaj këta njerëz u larguan sa andejmi dhe shkuan në drejtim të Sodomës, por Abrahami mbeti ende para Zotit. Atëherë Abrahami ju afrua dhe i tha: Do të zhdukësh të drejtin së bashku me të paudhin? Le ta zëm se ka 50 të drejtë në qytet. Ti do ta shkatroje vendin dhe nuk do t'i falje për hir të 50 njerëzve të drejtë që banojnë në mes të tij? Mos e bëj këtë gjë. Të shkaktosh vdekjen e të drejtit bashkë me atë të paudhit, kështu që i drejti të trajtohet si i paudhi. Larg teje një mendim i tillë. Gjykatësi i tërë tokës, a nuk ka për të bërë drejtësi? Zoti tha: Në rast se gjej në qytetin e Sodomës 50 njerëz të drejtë, unë do ta fal tërë vendin për hir të tyre. Atëherë Abrahami i rifilloi dhe tha: Ja, marr guximin ti flas Zotit, megjithse unë nuk jam vetë se pluhur dhe hi. Ta zëm se atyre 50 të drejtëve u mungojnë 5. A do ta shkatroje tërë qytetin për 5 veta më pak? Zoti u përgjigj: Po të gjej 45, nuk do ta shkatroj. Abrahami vazhdoi të flasë dhe tha: Ta zëm se në qytet ndodhen 40. Zoti u përgjigj: Nuk do ta bëj për hir të 40-ve. Atëherë Abrahami tha: të mos zemërohet Zoti dhe unë do të flas. Po sikur në qytet e ke 30 prej tyre. Zoti u përgjigj: Nuk do ta bëj, po të gjej 30. Dhe Abrahami tha: Ja, marr guximin ti flas Zotit, ta zëm se në qytet gjenden 20. Zoti u përgjigj:
nuk do ta shkatroj për hir të 20-ve. Dhe Abrahami tha: të mos zemrohet Zoti dhe unë do të flas edhe vetëm këtë herë, sikur në qytet të ketë 10 prej tyre. Zoti u përgjigj: nuk do ta shkatroj për hir të 10-ve. Sa mbaroi se foluri me Abrahamin, Zoti u largua. Dhe Abrahami u kthye në banesën e tij. Mateo, kapitulli 17. Dhe mbas 6 ditësh, Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllain e tij, dhe i çoi mbi një mal të lartë në vetmi. Dhe u shndërrua përpara tyre. Dhe fytyra e tij ndriste si dielli dhe rrobat e tij u bën të bardha si drita. Dhe ja, ju shfaqen atyre Mojsiu dhe Elia duke biseduar me të. Atëherë Pietri duke marrë fjalën i tha Jezusit: Zot, është mirë që jemi këtu. Po të duash, do të bëjmë këtu 3 çadra, një për ty dhe një për Mojsiun dhe një për Elian. Ndërsa ai fliste ende, ja një re plot dritë mbuloi, dhe ja nga reja u dëgjua një zë që thoshte: Ky është biri im i dashur, në të cilin gjeta pëlqim. Dëgjojeni. Dhe dishepujt sapo e dëgjuan këtë, ranë me fytyrë përdhe dhe i zuri një frikë e madhe. Dhe Jezus ju afrua, i preku dhe tha: Ngrihuni dhe mos kini frikë. Dhe ata kur i quan syt, nuk pa njëri përveç Jezusit vetëm. Dhe kur po zbrisnin nga mali, Jezusi i porositi ata duke thënë: Mos ja thoni askujt vegimin, derisa biri i njeriut të jetë ringjallur prej vdekurish. Atëherë dishepujt e tij e pyetën duke thënë: Pse pra skribët thonë se duhet të vijë më parë Elia? Dhe Jezusi u përgjigj dhe tha: Vërtet Elia duhet të vijë më parë dhe të rivendos gjithçka. Por unë ju them se Elia erdhi tashmë dhe ata nuk e njohën. Mandje bën me të si deshen. Kështu edhe biri të njeriut i duhet të vuaj prej tyre. Atëherë dishepujt e kuptuan se u kishte folur për gjën pagzorin. Dhe kur erdhën afër turmës, një burr ju afrua dhe duke u gjunjëzuar para tij tha: Zot, ki mëshirë për birin tim, sepse është epileptik dhe vuan shumë. Shpesh ai bie në zjarr dhe shpesh në ujë, dhe sollat e dishepujt e tu, por nuk mundën ta shërojnë. Dhe Jezusi duke u përgjigjur tha: O brez mos besues dhe i çoroditur, deri kur do të qëndroj midis jush? Deri kur do t'ju duroj? E sillni këtu tek unë. Dhe Jezusi e shortoi demonin dhe ky doli nga djali. Dhe që nga ai çast djali u shërua. Atëherë dishepujt ju afruan Jezusit me një anë dhe i thanë: Përse ne nuk ishim në gjendje ta dëbonim? Dhe Jezusi u tha atyre: Prej mosbesimit tuaj, sepse në të vërtetë po ju them, se po të keni besim sa një kokër si napi, do t'i thoni këtij mali: zhvendosu nga këtu atje, dhe ai do të zhvendoset, dhe asgjë nuk do të jetë e pamundshme për ju. Por ky lloj demoni nuk del vetëse nëpërmjet lutjes dhe agjerimit. Por ndërsa ata qëndronin në Galile, Jezusi u tha atyre: Biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve dhe do ta vrasin, dhe ditën e tretë do të ringjallet. Dhe ata u pikëlluan shumë. Por kur erdhën në Kapernaum, vjelësit e 10 drahmave ju afruan Pietrit dhe i thanë: Mësuesi juaj a nuk e paguan 10 drahmën e tempullit? Ai tha: Po. Dhe kur hyri në shtëpi, Jezusi i doli përpara duke thënë: Ç'mendon ti, Simon? Prej kujt i marrin doganën ose taksat mbretërit e dheut? Prej bijve të vet apo prej të huajve? Pietri i tha: Prej të huajve. Jezusi i tha: Bijt pra janë të lirë, por për të mos i skandalizuar ata, shkon në det, hidhe grepin dhe merr peshkun e parë që do të vi lart, hapja gojen dhe do të gjesh një stater, merre dhe jepu atyre për ty dhe për mua. Nehemia, kapitulli 7. Kur muret përfunduan dhe u nvura në vend portat dhe dertarët, këngëtarët dhe levitet u caktuan në funksionet e tyre, komandën e Jeruzalemit ja dhash Hananit, vëllait tim, dhe Hananiahut, qeveritarit të fortesës, sepse ishte njëri besnik dhe kishte frikë nga Perëndia më tepër se shumë të tjerë. Dhe u thash atyre: Portat e Jeruzalemit nuk duhet të hapen derisa të fillojë të djegë dielli. Dhe ndërsa rojet janë ende në vendroje, portat të mbahen të mbyllura dhe me shula, të vendosen roje nga banorët e Jeruzalemit, disa në vendin e tyre mbi muret dhe të tjerë përpara shtëpisë së tyre. Qyteti ishte i madh dhe i gjerë, por brenda tij kishte pak njerëz dhe nuk ndërtoheshin shtëpi.
Atëherë Perëndia im më vuri në zemër detyrën të mbledh parin, gjyqtarët dhe popullin për t'i regjistruar sipas gjenealogjisë së tyre. Dhe gjeta regjistrin gjenealogjik të atyre që ishin kthyer nga mërgimi herën e parë dhe në të gjeta të shkruar. Këta janë ata të krahinës që u kthyen nga robëria, ata që Nebukadnecari, mbreti i Babilonisë, kishte internuar dhe që ishin kthyer në Jeruzalem dhe në Judë, secili në qytetin e tij. Këta janë ata që u kthyen me Zorobabelin, Jeshuan, Nehemian, Azarian, Ramjahun, Nahamjahun, Mardokeun, Bilshanin, Misperethin, Bigvain, Nehumin dhe Banahun, numri i njerëzve të popullit të Izraelit. Bijtë e Paroshit 2172 veta. Bijtë e Shefatjahut 372 veta. Bijtë e Arahut 652 veta. Bijtë e Pahath Moabit, bijtë e Jeshuas dhe të Joabit 2818 veta. Bijtë e Elamit 1254 veta. Bijtë e Zatujt 845 veta. Bijtë e Zakait 760 veta. Bijtë e Binuit 648 veta. Bijtë e Bebait 628 veta. Bijtë e Azgadit 2322 veta. Bijtë e Adonikamit 667 veta. Bijtë e Bigvait 2067 veta. Bijtë e Adinit 655 veta. Bijtë e Aterit nga familja e Ezekias 98 veta. Bijtë e Hashumit 328 veta. Bijtë e Bezait 324 veta. Bijtë e Harifit 112 veta. Bijtë e Gabaonit 95 veta. Burrat e Betlehemit dhe të Netofahut 188 veta. Burrat e Anathothit 128 veta. Burrat e Beth Azmavethit 42 veta. Burrat e Kiriath Jeraimit, të Kefirahut dhe të Berothit 723 veta. Burrat e Ramahut dhe të Gebës 621 veta. Burrat e Mikmasit 122 veta. Burrat e Bethelit dhe të Ait 123 veta. Burrat e një Nebos tjetër 52 veta. Bijtë e një Elami tjetër 1254 veta. Bijtë e Harimit 320 veta. Bijtë e Jerikos 345 veta. Bijtë e Lodit, të Hadidit dhe të Onos 721 veta. Bijtë e Senaahut 3930 veta. Priftrind. Bijtë e Jedajahut nga shtëpia Jeshuas 963 veta. Bijtë e Imerit 1052 veta. Bijtë e Pashurit 1227 veta. Bijtë e Harimit 1017 veta. Levitët. Bijtë e Jeshuas nga familja e Kadmielit. Bijtë e Hodevahut 74 veta. Këngëtarët. Bijtë e Asafit 148 veta. Dertarët. Bijtë e Shalumit, bijtë e Aterit, bijtë e Talmonit, bijtë e Akubit, bijtë e Hatitas, bijtë e Shobait 138 veta. Nethinejt, bijtë e Cihas, bijtë e Hasufas, bijtë e Taboathit, bijtë e Keros, bijtë e Sias, bijtë e Padonit, bijtë e Lebanas, bijtë e Hagabas, bijtë e Salmait, bijtë e Hananit, bijtë e Kidelit, bijtë e Gaharit, bijtë e Rehajahut, bijtë e Recinit, bijtë e Nekodës, bijtë e Gazamit, bijtë e Uzas, bijtë e Paseahut, bijtë e Besait, bijtë e Meunimit, bijtë e Nefishesimit, bijtë e Bakbukut, bijtë e Hakufas, bijtë e Harhurit, bijtë e Bazlithit, bijtë e Mehidas, bijtë e Harshas, bijtë e Barkos, bijtë e Siseras, bijtë e Tamahut, bijtë e Netziahut, bijtë e Hatifas, bijtë e shërbëtorëve të Salomonit, bijtë e Sotait, bijtë e Soferethit, bijtë e Peridas, bijtë e Jaalas, bijtë e Darkonit, bijtë e Gidelit, bijtë e Shefatjahut, bijtë e Hatilit, bijtë e Pokerethit,
nga Cebaimi, bijt e Amonit. Shuma e Nethinejve dhe e bijve të shërbëtorëve të Salomonit 392 veta. Këta janë ata që u kthyen nga Tel Melahu, nga Tel Harsha, nga Kerubi, nga Adoni dhe nga Imeri, dhe që nuk shenë në gjendje të përcaktonin shtëpinë e tyre atërore ose pasardhjen e tyre për të vërtetuar që i përkisnin Izraelit. Bijt e Delajahut, bijt e Tobiahut, bijt e Nekodas, 642 veta. Midis priftërinjve, bijt e Habajahut, bijt e Kocit, bijt e Barzilait, i cili ishte martuar me një nga bijat e Barzilait, Galaditit, dhe mori emrin e tyre. Këta kërkuan listat e tyre midis atyre që ishin regjistruar në gjenealogjit, por nuk i gjetën, prandaj u përjashtua nga priftëria si të papastër. Qeveritari i urdhëroi që të mos hanin gjëra shumë të sheta, deri sa të paraqitej një prift me urimin dhe me thumimin. E tërë asambleja kishte gjithsej 22.360 veta. Përveç shërbëtorëve të tyre dhe shërbëtorëve të tyre që ishin 7.337 veta. Kishin gjithashtu 245 këngëtarë dhe këngëtare. Kishin 736 kuaj, 245 mushka, 435 deve dhe 6.720 gomer. Disa të parë të shtëpive atërore bën dhurata për punën e ndërtimit. Qeveritari i dha thesarit 1.000 darik ari, 50 kupa, 530 rroba priftrinj. Disa të parë të shtëpive atërore i dhan thesarit për punën e ndërtimit 20.000 darik ari dhe 2.000 mina argjendi. Pjesa tjetër e popullit dha 20.000 darik ari, 2.000 mina argjendi dhe 67 rroba priftrinj. Kështu priftrind, levitët, dertarët, këngëtarët, disa nga populli, Nethinejt dhe tërë izraelitët u vendosën në qytetet e tyre. Kur arriti muaji 7, bijtë e Izraelit ishin në qytetet e tyre. Veprat e Apostujve, kapitulli 17. Dhe si kishin kaluar në për Amfipoli dhe në për Apoloni, erdhën në Thesaloniki, ku ishte sinagoga e judejve. Dhe Pali, si pas zakonit të tij, hyri tek ata dhe 3 shabate me radhë fliste me ata prej shkrimeve, duke u hapur atyre dhe duke u treguar se Krishti duhet të vuante dhe të ringjallej prej së vdekurish dhe duke thënë: Ky Jezusi që unë ju shpall është Krishti. Disa nga ata u bindën dhe u bashkuan me Palin dhe Silen, si dhe një numër i madh grekësh të perëndishëm dhe jo pak gra nga shtresa e lartë. Por judenjt, të cilët nuk u bindën, patën smir dhe morën me vete disa njerëz të këqij nga ata të rrugëve të tregut dhe si mblodhe një turm e bën rrëmuj qytetin. Edhe sulmuan shtëpinë e Jasonit dhe i kërkonin ata për t'i nxjerrë përpara popullit. Por mbasi nuk i gjetën, e hoqën zvarr Jasonin dhe disa vëllezër përpara të parëve të qytetit duke thirrur: Ata që e kanë bërë rrëmuj botën, kanë ardhur edhe këtu, dhe Jasoni këta i priti. Të gjithë këta veprojnë kundër urdhëresave të Cezarit, duke thënë se është një mbret tjetër, Jezusi. Edhe turbulluan popullin dhe të parët i qytetit që i dëgjonin këto gjëra. Dhe ata, si morën një dorzani nga Jasoni dhe nga të tjerët, i lëshuan. Por vëllezërit me një herë natën dërguan Palin dhe Silen për në Berea, të cilët sapo arritën atje, shkuan në sinagogën e judejve. Por këta ishin më fisnik se ata të Thesalonikit, dhe e pranuan fjalën me gatishmëri të madhe, duke i shqyrtuar çdo ditë shkrimet, nëse këto gjëra ishin ashtu. Shumë veta pra nga ata që besuan, si nga gratë fisnike greke, edhe nga burrat jo pak. Por kur judenjt e Thesalonikut morën vesh se fjala e Perëndis ishte shpallur nga Pali edhe në Berea, erdhën dhe atje dhe turbulluan turmën. Atëherë vëllezërit e dërguan menjëherë Palin që të shkojnë në drejtim të detit, por Sila dhe Timoteu mbeten atje. Ata që i prinin Palit e quan deri në Athinë, dhe si morën porosi për Silen dhe Timoteun që të arrinë sa më parë tek ai, u nisën. Ndërsa Pali po i priste në Athinë, po i zjente fryma për brenda kur pa qytetin plot me idhuj. Ai pra po diskutonte në sinagogë me judenjt dhe me njerëz të perëndishëm dhe çdo ditë në sheshin e tregut me ata që qëllonin aty. Pastaj,
Disa filozofë nga epikurianët dhe stoikët u ndeshën me të, dhe disa thoshin: "Vallë, çdo të thotë ky llafazan." Dhe të tjerë thoshin: "Ai duket se është një kasnec i perëndive të huaja, sepse u shpall atyre Jezusin dhe ringjalljen." Dhe e zunë dhe e qua në Areopag, duke thënë: "A mund ta marrim vesh se ç'është kjo doktrinë e re për të cilën ti flet? Sepse ti sjell disa gjëra të huaja në veshët tanë. Prandaj duam të dimë se ç'kuptim kanë ato." Atëherë, gjithë Athinasit dhe të huajt që banonin atje, nuk bënin gjë tjetër veç se të tregonin ose të dëgjonin ndonjë fjalë më të re. Atëherë Pali, duke qëndruar në mes të Areopagut, tha: "O burra Athinas, unë shoh se në të gjitha gjërat ju jeni shumë fetar, sepse duke ecur e duke vënë re objektet e kultit tuaj, gjeta edhe një altar mbi të cilin është shkruar: Perëndis së panjohur. Ato pra që ju e adhuroni pa e njohur, unë po ju ashpall. Perëndia që bëri botën dhe të gjitha sa janë në të, duke qenë Zoti i qiellit dhe i tokës, nuk banon në tempuj të bërë nga duart e njeriut, dhe as shërbehet nga duart e njerëzve, sikur të kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse ai u jep të gjithëve jetë, frymëmarrje dhe gjithçka. Dhe ai ka bërë nga një gjak i vetëm çdo kom njerëzish që të banojnë në mbar faqen e dheut dhe paracaktoi kohrat me radhë dhe kufijtë të banimit të tyre, që të kërkojnë Zotin, mbase mund ta prekin dhe ta gjejnë, ndonse ai nuk është larg nga secili prej nesh. Sepse në të ne jetojmë, lëvizim dhe jemi, sikurse kanë thënë edhe disa nga poetët tuaj, sepse jemi edhe ne pasardhës të tij. Duke qenë pra se ne jemi pasardhës të Perëndis, nuk duhet të mendojmë që natyra e perëndishme është e ngjashme me ar ose me argjend ose me gur të latuar dhe mjeshtri e shpike e njeriu. Perëndia pra, duke mos vënë re kohrat e padijes, tani urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen, sepse ai ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë me drejtësi botën me anë të një burri të cilin ai e ka caktuar, dhe për këtë u ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt duke e ringjallur prej së vdekurish. Por si dëgjuan për ringjalljen e të vdekurve, disa e përqeshën dhe të tjerë thoshin: "Do të dëgjojmë përsëri për këtë gjë." Dhe kështu Pali doli nga mesi i tyre. Por disa ju ngjitën pas dhe besuan, ndër këta edhe Dionis Areopagiti dhe një grua që quhej Damaris dhe ca të tjerë bashkë me ta.